Ju përshëndes nga lajmet orës 15 këtu në Top Channel, në vijim do të ndiqni. Në takim me kryetarët e bashkive, kryeministri Rama tha se nuk do të ketë rikandidim nëse nuk arrin objektivat për paketën e maleve. Ai u shpreh i pakënaqur për punën e tyre, ndërsa lajmëroi për ngritjen e një flote mjetesh për kanalet kulluese kundër përmbytjeve. Sali Berisha tha sot se opozita po bën përpjekjet e saj që qytetarët shumë shpejt të jenë gati për një kryengritje të zgjatur, paqësore, sepse është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë, për shpëtimin nga kjo band organizat kriminale e vendit, duke ju referuar qeverisë Rama. Diskutimet dhe kritikat që po bëjnë studiues të fushave të ndryshme po çojnë në ndryshime dhe përmirësime të variantit të parë të fjalorit të ri të gjuhës shqipe. 105.000 fjalët janë online dhe me shpjegimet e tyre po analizohen dhe po korrigjohen. Do ndalemi tani hap pas hapi në materialet e përgatitura nga gazetarët tanë. Në takim me kryetarët e bashkive, kryeministri Rama tha se nuk do të ketë rikandidim nëse nuk arrin objektivat për paketën e maleve. Ai u shpreh pakënaqur për punën e tyre, ndërsa lajmëroi për ngritjen e një flote mjetesh për kanalet kulluese kundër përmbytjeve. Nga kritikat në mbledhjen me grupin parlamentar socialist, Edi Rama shkoi mesditën e të shtunës në takimin me kryebashkiakët, që i sfidoi se nëse nuk arrin objektivin për 1.000 investime në 61 bashki, humbasin të drejtën për të rizgjedhur. Në momenti kur paketa e maleve u shpall në website-in e vet, kishte 700 e kusur interesime nga shqiptar jashtëdhënë. Është një instrument i sigurt për të tërhequr kursimet. Tani si ka mundësi që nuk ka mbaruar akoma faza e parë? Çfarë është kjo shkencë e madhe për të përcaktuar hartën? Nuk do të ketë asnjëri kandidim të mundshëm nëse nuk do të jetë arritur targeti i këtij projekti. Ndonse i pakënaqur me punën e kryetarëve të bashkive, ku ju kërkoi të mos presin çdo gjë nga buxheti i shtetit, zoti i madh është. Nuk duhet ta prekim telefonin. Kryeministri zgjidhjen e plagëve të lëna nga rreshtet intensive të shiut e shehte bashkëpunimin mes pushtetit qendror dhe lokal. Në analizën e përmbytjeve shënjestron docit e natyrës si të papërgjegjshëm që duhen frenuar. Da njoftoi krijimin e një task force për mbetjet plastike, si dhe investime të mëtejshme. Me një fond siguruar nga miqtan të Emiratëve Bashkuara për 20 milion eurosh në mbështetje të zhvillimit rural, blejmë një sasi domethënëse mjetesh vendosen në shërbim të pastrimit të gjithë kanaleve kulluese kryesore dhe që të funksionojnë i pas nevojave të bashkive. Kreu i qeverisë këshilloi kryebashkiakët të jenë më sipërmarrës për të rritur të ardhurat, si dhe të kushtojnë vëmendje kapaciteteve të shtuara për të orientuar të rinjt drejt arsimit profesional. Sali Berisha tha sot se opozita po bën përpjekjet e saj që qytetarët shumë shpejt të jenë gati për një kryengritje të zgjatur, paqësore, sepse është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë, për shpëtimin nga kjo band organizat kriminale e vendit, duke ju referuar kështu qeverisë Rama. I pyetur për reformën kushtetuese që ka thënë Edi Rama, Berisha tha se me të nuk ka asnjë kompromis. Në bashkëbisedimin virtual me ndjekësit, Sali Berisha premton se nuk do të ketë asnjë marrëveshje me Partinë Socialiste për ndryshimin e Kushtetutës. Kryedemokrati i drejtoi një përgjigje të prerë kryeministrit që propozon një reformë kushtetuese deri te ulja e numrit të deputetëve nga 140 në 100. Me Edi Ramën nuk ka asnjë kompromis. Edi Rama të jap dorëheqjem, me Edi Ramën çdo lloj reforme është iluzion. Berisha e sheh zgjidhjen vetëm të një proteste paqë dhe e zgjatur, që do të nisë më 24 janar. Revoltën kërkon ta shtrihej edhe përtej kufive në selit e ambasadave në diasporë. Jemi partia që nuk synojmë, s'kemi synuar kur pushtetin me dhunë. Me një kryengritje paqësore të qëndrueshme, është plotësisht e mundur largimi i tyre nga pushteti. Është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë. Opozitarët në diasporë të organizojë protestat fuqishme pranë ambasadave.
Vëmendjen duhet ta ketë sipas Berishës bashkëpunimi i fshehtë mes Ramës dhe ish diplomates europiane për Kolegjin e Europës në Tiranë, që do të denoncohet nga Partia Demokratike në institucionet hetimore të BE-s. Federica Mogherini, lobistja e Edi Ramës, ka një marrëveshje sekrete me Edi Ramën për kampusin e kolegjit. I bëjmë thirrje prokurorisë publike europiane të hetojnë aferën Mogherini në Shqipëri. Sali Berisha beson se pranvera do të jetë periudha e ndryshimit të madh. Përmbytjet e javës së kaluar u kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha blegtorëve në Berat. Në fshatin Samatic, për të biseduar me ta ishte Rudina Muça. Kjo e buka ime. Ky është Florian Çela nga fshati Samatic e Beratit, të rreshjet e shiut të janarit, i morën atij gjithçka që ka ndërtuar prej vitesh, për shkak të përmbytjes në stalla. Tashmë dëgjohen më pak blegërima. Mua më mytë 17 qenja, më ka arë shumë keq, demi madh, s'ka me qa ushqi këto që kam betu. Në do bësh tani? Nuk e di fare, di sheze këto që kam, me qa di maj, s'ka mas leka zgje, me qa di maj. Çfarë kërkon ti? Ndihma shteti, Për çfarë? për të dhe ushqim, e kam atje mrapa 5 kujtal misër, 3 kujtal erë për mbytën. A i përfundon po vinë. Por fatkeqësia 35 vjeçar nuk përfundon këtu. Shiu i përmbyti dhe 4 dënym tokë të mbjellë me jonxh. Në lumin Seman, gjithashtu, përfunduan edhe rezervat e ushqimit me të cilat ai do të ushqente kafshët këtë dimër, ndërsa ajo paksa si bari që i ka mbetur në obor pa e marrë lumi, tani më është jashtë përdorimit. Ja, kjo është, ja. Shë zemë be, ple, shë. 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 Qa do anë delit i me, lopë qa do anë. Ku të gje unë shimin, ja. Balë, shë. Shë. S'kena vete, ja. E be ple e gjithë. S'ke qa bëm. Do në i dim në shteti. Ashtu si të gjithë fermerët, Flori kërkon të dëmshpërblehet, e nëse kjo nuk ndodh, atëherë ai premton se do të largohet përgjithënjë nga Shqipëria. Mendoj të shes fare. Të ardhurat e vetme të familjes Flori i siguronte nga shitja e qumshit dhe e qengjave. Sipas tij, mungesa ushqimit blegtor real në ferm do të shkaktoj krizë ekonomike në familjen e fermerit. Në Cërik, prurjet e lumit Devol, për shkak të hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës, shkaktuan përmbytjen. Edhe pse në përmasa më të vogla, përmbytjeve nuk i kanë shpëtuar as fermerët në Cërik. Hapja e portave të hecit të Banjës ka përmbytur sipërfaqe të tërë toke bujqësore në fshatrat Linas e Selit. Fermerët kanë pësuar dëme të mëdha, sidomos në Sera e Pemtari. Janë 5 zulum lakër, komplet janë të mbytura, komplet kanë mbaruar punë se këtë se merr askushi tani. Edhe çdo gjë varet na diga, hapin digën sipas interesit tyre. Të gjitha këto që shikoni janë vetëm na keq menaxhimi i digës. Nga ana tjetër, drejtoria e bujqësisë bën një dije se është ngritur një grup pune për të evidentuar të gjitha dëmet e shkaktuara, evidenca të cilat më pas do t'i përcillen Ministrisë së Bujqësisë. Dëmet më të mëdha që kemi në njësinë administrative Klos dhe njësinë administrative Mollës. Janë përmbytur rreth 1 hektar, 1.2 hektar me sera. Niveli i ujit ka arritur brenda në serë rreth 50 cm. Mësohet se në 2 ditët e para të hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës, shkarkimet kanë qenë 290 m3 për sekond. Në vijim 190 m3 për sekond, ndërsa tashmë portat janë mbyllur dhe nuk po shkarkohet. Në fshatin Çerm të Lushnjës, ujërat e lumit shkumbin, po gërryen tokat bujqësore dhe po kërcenojnë banesat. Përmbytjet e fundit nuk lan pas vetëm dëmet në bujqësi e banesa, por dhe gryerje të lumejve. Lumi shkumbin nuk kërcenon vetëm me daljen nga shtrati, por po vazhdon gërryen e tokave bujqësore, duke u afruar rrezikshëm pranë zonave të banuara. Situata paraqet rrezik serioz në fshatin Çerm e sipërm të bashkisë Divjak, pasi gërryrja po i afrohet shtëpive dhe banorët i trembën së papriturës. Sot, disa prej tyre që kanë ndërtuar jetën pranë lumit shkumbin kanë ngritur zërin dhe kërkojnë investime në shpatet e lumit.
Sipas banorëve, nëse nuk merren masa urgjente mbrojtëse, dëmet mund të jenë të pakthyeshme. Edhe jemi një pikë shumë gjendje kritike këtu me këtë pjesë. Vazhdon dita ditës, sa që shton lumi shkumbin shemet këtë pjesë. Ne nuk po kërkojmë masë gjë më tepër, por thjesht marrin masa qeveria që se rrezikojmë shtëpitë siç e shihni edhe vetë ambientin këtu, që marrin diçka që ta thurin këtë pjesë këtu, të bëni armaturën diçka, se ne jemi shumë pikë dobët me këtë pjesë këtu. Tani banesat këtu janë rreth 50 metra, për ta plotësuar janë 50 metra, janë më pak 50 metra larg lumit. Është pikë rreziku sepse lumi këtu është afruar shumë me banesat këtu në qermën e sipërme, edhe gjithmonë historikisht kjo është mbajtur mbikëqyrje nga shteti. Lumi shkumbin nga ura deri në fshat që nga viti 2009 sipas banorëve ka gërryer diku 20 metër, e diku tjetër 10 metër. Fenomeni është përshpejtuar këtë janar, ku pas daljes nga shtrati, lumi është afruar 100 metrë nga shtëpitë e fshatit. Tu ka ra dheu tani, jep shkarje dheu, ne nuk e dim. Ne jemi specialista për këtë, po dikush duhet vi këtu ta shikoj të paktën. Ne kaq kërkojmë, ne s'kërkojmë një luks. Ne buk nuk kërkojmë se punojmë vetë, ne kërkojmë na vojnë prita guri pagën që lumit s'postohet më aton. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e argjinaturave dhe sigurinë e komunitetit. Fshati Çermë Sipër ka mbi 400.000 banor dhe gjysma e banorëve shtrihen përgjatë rrjedhjes së lumit shkumbin. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg vetëm 3 nga 8 arrestuarit për arratisjen e Altin Docit nga spitali, ku po shoqërohej nga policia e burgjeve. Gjykata e Durrësit ka caktuar masat e sigurisë për 8 personat e arrestuar pas arratisjes nga burgu të Altin Docit. Të 8 të arrestuarit akuzohen për shpërdorim detyre në bashkëpunim, por gjykata vendosi arrest në burg vetëm për 3 prej tyre. 3 me detyrim paraqitjeje, ndërsa 2 të tjerët u lanë në arrest shtëpie. Në Qeli, u lanë shefi i komanduar i policisë së burgut Desdemond Pazaj, si dhe 2 efektivët Fation Baçi dhe Sali Ferrollari. Fillimisht, prokuroria kërkoi gjatë seancës arrest në burg për të gjithë të dyshuarit, por gjatë seancës ndryshoi qëndrim për 2 efektivët, Aranit Çela dhe Prenk Marvataj, për të cilët u caktua masa detyrim paraqitjeje. Në të njëjtën mas, gjykata la edhe Dorian Saraçin. Ndërkohë, masa arrest në shtëpi u caktua për specialisten e informacionit Violeta Uka, si dhe për krye-infermierin e burgut Aulon Çuku. 3 persona janë lënë me arrest në burg, 2 prej të cilëve kanë dalë me arrest në shtëpi dhe 3 persona të tjerë kanë dalë me detyrim për të paraqitur për policisë gjyqësore. A jeni dakord me vendimin e gjykatës? Po, patjetër që po. Tani nuk ka asnjë gjë konkrete të saktë për të paktën për klientin që kam unë, nuk e di tjerët, që të thotë që po, ke shpërdoruar detyrën dhe ke shkelur këtë nën të këtij ligji ose të kësaj rregulloreje. S'ka. Për klientin tim unë përfaqësoja krye-infermierin e EVP Durrës. Mendoj se vendimi i gjykatës që ka vlerësuar të ligjshëm arrestin dhe ka caktuar masën e detyrimit e arrestit në shtëpi. Për të është jo i bazuar, provojnë ligj, ndalimi ka qenë tërësisht i paligjshëm. Avokatët mbrojtës kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës dhe kanë bërë të ditur se do ta ankimojnë atë, ndërsa hetimet për këtë çështje vijojnë. U bëhet ekspertimi i telefonave të vrasësit të gjyqtarit Astrid Kalaja dhe xhaxhait të tij për të parë nëse ka gjurmë të një bashkëpunimi mes tyre. A ka patur apo jo bashkëpunim mes Elvis Shkëmbi dhe xhaxhait të tij për të vrarë gjyqtarin e apelit Astrid Kalaja? Për t'i dhënë përgjigje këtij dyshimi ndaj 2 të arrestuarve në hetim për vrasje të funksionarit të drejtësisë në bashkëpunim, Prokuroria e Tiranës ka dërguar për ekspertizë 2 aparate telefonik që ishin në përdorim të Elvis dhe Gjon Shkëmbit në burg nga dita e krimit në një sallë gjykate. 2 prokurorët e çështjes, siç bëjnë me dije burimet e sigurta të Top Channel, kanë kërkuar kodin e telefonit nga 30 vjeçari Elvis Shkëmbi dhe xhaxhai i tij,
por asnjëri prej tyre nuk e ka vendosur në dispozicion. Në këto kushte është kërkuar ekspertizë nga policia shkencore për të zbërthyer komunikimet në të dy telefonët, për të kqyrur bisedat mes Nipit dhe Xhaxhait dhe personave të tjerë. Çka do të provoj pozicionin e Gjon Shkëmbit nëse ka patur apo jo rol shtytës ose bashkëpunues ditën kur udhëtuan drejt Tiranës për procesin civil mbi pronësinë. Megjithëse Gjon Shkëmbi nga 6 tetori kërkon liri në mënyrë të përsëritur, me pretendimin se nuk dinte asgjë për planet e Nipit. Gjykatat e kanë lënë në burg. Gjoni shprehet se kur Nipi qelloi për vdekje gjyqtarin që sapo kishte shpallur vendimin kundër, ai tha Nipit na fike. Kurse kërkesa e fundit për liri e Gjon Shkëmbit u shty për të shqyrtuar në datën 27 janar. Provat e deritanishme tregojnë se 30 vjeçari kishte hyrë edhe herë tjetër në gjykatën e apelit gjatë procesit i armatosur dhe pa u vënë re. Një situatë kjo e përsëritur edhe ditën e ngjarjes. Vrasi nuk është ankuar për masën e sigurisë, por ka dëshmuar para hetuesve se ndjeu urrëtie për vendimin sipas tij të padrejtë, ndaj dhe qelloi me armë ndaj gjyqtarit që e vrau në sallë, dhe dy të tjerë që ishin palë i la të plagosur. Prokuroria e Tiranës po shikon edhe pjesën e dëshmisë ku Elvis Shkëmbi deklaron se për proceset e të zgjatura ishte ankuar edhe pranë Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë dhe disa institucioneve të tjera, nga të cilat nuk ka marrë përgjigje. Mbas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja u evidentuan një sër problematikash që lidhen edhe me sigurinë e godinave të gjykatave dhe të prokurorive, dhe sidomos me mënyrën se si rekrutohet stafi civil për të kontrolluar perimetrin e sigurisë. Pavarësisht ditëve që kanë kaluar, kjo çështje vazhdon të ngelet e pasgjidhur. Për Top Channel, Anila Hoxha. Diskutimet dhe kritikat që po bëjnë studiues të fushave të ndryshme, po çojnë në ndryshime dhe përmirësime të variantit të parë të fjalorit të ri të gjuhës shqipe. 105.000 fjalët janë online dhe me shpjegimet e tyre po analizohen dhe po korrigjohen. Teksa kanë kaluar pak ditë nga publikimi online, fjalori i madh i gjuhës shqipe është bërë pjesë e diskutimeve dhe e debateve në opinionin publik. Mes 125.000 njësive leksikografike që gjenden te fjalori.online, lexuesit kanë shprehur kundërshtime për kuptimet që ju janë dhënë disa prej fjalëve. Për studiuesin e historisë politike Afrim Krasniqi, terminologjia që lidhet me politikën ka nevojë për rishikim. Ai citoi kuptimin e dhënë fjalës parti si një organizat politike e një klase ashtrese shoqërore që ka programin e statutin e vet dhe që lufton për të mbrojtur interesat e klasës së ashtresës shoqërore, në kundërshtim me shpjegimin juridik dhënë për partitë politike. Duket një shpjegim që i përket një kohe tjetër, një sistemi të vjetër politike shoqëror. Pas këtij statusi publik nga politologu, në fjalor u reflektua një ndryshim, duke e përcaktuar tashmë partinë si organizat njerëzish me bindje të caktuara politike, që garon në zgjedhje për të fituar vende në qeverinë lokale apo kombëtare. Hartuesi i kësaj fjale, profesor Valter Memisha, shprehet se ekipi i gjuhëtarëve mirëpret sugjerime për përmirësimin e fjalorit. Afrim Krasniqi kishte një propozim shumë të bukur, për arsye se ishte thjesht nocioni po them juridik i fjalës parti. Unë e kam parë në një kënd tjetër, por ofrimi i përkufizimi është tepër me vlerë dhe ne mirëpresim sugjerime të tilla. Krasniqi vuri në dukje një tjetër shembull që e cilësoi si absurd, ku profesor thuhet se janë ata që kanë përgatitur apo botuar vepra shkencore origjinale, të një cilësie të lartë ideologjike dhe shkencore. Shaka është kjo, 35 vjet pas rënies së sistemit totalitar, në të cilin cilësia ideologjike ishte kriter mbi atë shkencor, cilësia ideologjike rivjen si standard. Pas kritikave në rrjetet sociale dhe ky shpjegim u ndryshua në fjalorin online. Fjalori ka këtë të mirë se është në sistemin online dhe kjo të mundson të ndërhysh të plotësosh sistemash. Ne pranuam si grupi artuesve që vepra të ri 9 muaj si maket. Ta shoj përdoruesi, të bëj vërtetjet. Sipas studiuesit, shumë fjalë të tjera në këtë vepër që meriton të gjithë vëmendjen e duhur institucionale, publike dhe akademike duhen korrigjuar, redaktuar, depolitizuar dhe këshilluar me ekspertët e fushave. Ndërkohë, Akademia e Shkencave shprehet se është e angazhuar për përmirësimin e veprës. Në shkollat e mesme të përgjithshme është momenti që nxënësit të vendosin për lëndët me zgjedhje. Ky është një moment i rëndësishëm edhe për prindrit, të cilët duhet t'i ndihmojnë, pasi kjo zgjedhje përcakton drejtimin që fëmijët e tyre do të marrin në arsimim. Eset e nxënësve se çfarë profesioni do të kenë në të ardhmen nisin që në klasën e 11. Vitet e dyta në gjimnaz janë përballë listës së lëndëve me zgjedhje.
për të përzgjedhur preferencat e tyre. Ky është një formular fillestar që plotësohet në bazë të interesave të nxënësve, që shërben në formimin e klasave me zgjedhje kur të jenë maturant. Një vendimarrje e rëndësishme e cila ndikon edhe në rrugtimin universitar. Pra, përzgjedhja bëhet në klasën e 11 për të vazhduar më tej për klasën e 12 dhe lëndët që ato përzgjedhin, ndahen lëndët shkencore, një pjesë, kimia, fizike thelluar dhe lëndët shoqërore, pjesa tjetër, që është sociologjia, psikologjia, ekonomia, qytetaria dhe grupohen më pas në klasa sipas preferencave. Marrin vendimin për të përzgjedhur lëndën dhe më pas bëjnë provimin e maturës për këtë lëndë që kanë përzgjedhur dhe sigurisht i dalin degët në bazë të preferencave dhe në bazë të rezultateve të provimit të maturës. Arsimtarja Ana Lazo vlerëson me rëndësi këshillimin e karrierës në shkolla, duke theksuar se koordinatorët e këshillimit duhet të përfshihen në një proces të vazhdueshëm zbulimit të talenteve të nxënësit, që ata të zgjedhin profesionin që duan pas diplomimit, edhe në bazë të rezultateve mësimore. Unë mendoj që duhet një informim më i thelluar në mënyrë që ata mos të kenë më pas pendesa për sa i përket studimeve universitare. Nëse nuk orientohen në mënyrën e duhur, do të bëjnë zgjedhjet e gabuara. Përvoja në sistemin arsimor para universitar, anësi ka treguar se kryesisht nxënësit nxitojnë në përzgjedhjen e lëndës me zgjedhje, pa e kuptuar përgjegjësinë e vendimit, teksa rekomandojnë që pas konsultimit me familjen, të rinjt t'i besojnë njohurive dhe dëshirave që kanë. Ndër vite, tendenca dhe preferencat më të mëdha kanë qenë në lëndët shoqërore. Regjimi diktatorial i ajatollahëve në Iran po angazhon forca të mëdha sigurie për të shtypur me dhunë protestat që kanë shpërthyer në të gjithë vendin. Irani u përpoq të shqetësonte zemërimin e presidentit Donald Trump dhe me zotimin për të pezulluar 800 varje arriti të shmang rrezikun e një materializmi të kërcënimeve të tij me ndërhyrje ushtarake ndaj Republikës Islamike. Por në mediat sociale janë publikuar video që tregojnë kamion me forca të shumta sigurie duke u shpërndar ngadalë në pjesë të ndryshme të vendit, çka po interpretohet si shenjë faktit se autoritetet atje nuk janë tërhequr nga përpjekjet për të shtypur kryengritjen. Protestat antiqeveritare që shpërthyen në Iran në 28 dhjetor 2025 janë shndërruar në një nga valët më të mëdha të pakënaqësisë popullore në dekadat e fundit, duke nxjerrë në rrugë mijëra qytetarë në shumë qytete të vendit. Fillimisht, demonstratat u nxitën nga kriza e thellë ekonomike, rënja e monedhës kombëtare, inflacioni i lartë dhe përkeqësimi i kushteve të jetesës. Megjithatë, shumë shpejt ato morën një karakter politik me kërkesa të drejtpërdrejta për ndryshim të sistemit dhe rrëzim të regjimit të ajatollahëve. Në rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera, protestuesit kanë brohuritur thirrje si vdekje diktatorit, duke drejtuar zemërimin ndaj udhëheqjes së regjimit dhe liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Autoritetet iraniane janë përgjigjur me masë të ashpër represive për të shtypur protesta, duke angazhuar forca të shumta sigurie dhe duke përdorur gaz lotësiellës, topa ujë, plumba gome dhe në disa raste dhe municion të vërtet. Raportet flasin për mijëra protestues të ndaluar, ndërsa organizatat për të drejtat e njerëzit llogarisin nga qindra deri në mijëra viktima gjatë përleshjeve të dhunshme mes një errësire informacionesh në vazhdon e bllokimit të internetit në vend. Donald Trump deklaroi se mund të vendosë tarifa ndaj vendeve që nuk bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Groenlandën. Ishulli na duhet për sigurinë kombëtare dhe unë do ta bëj këtë, tha Trump. Donald Trump i u rikthye kërcënimeve të tij me vendosje tarifash ndëshkuese që këtë herë në shënjestër do të kenë vende të cilat nuk i mbështesin planet e presidentit amerikan për të marrë nën kontroll Groenlandën, pjesë e territorit të Danimarkës, aleate e SBA-s në NATO. Mund të vendos një tarif ndaj vendeve nëse nuk bashkëpunojnë për Groenlandën, dhe kjo sepse ishulli na duhet neve për sigurinë kombëtare dhe unë mund ta bëj këtë. Trumpi e krahasoi mundësinë e vendosjes së tarifave me ato që kishte kërcënuar vitin që shkoi, si do t'i vendoste Francës dhe Gjermanisë për shkak të çmimeve të produkteve farmaceutike. Pavarësisht reagimeve të mëdha që kanë ngjallur pretendimet e tij ndaj ishullit strategjik të Arktikut, e mbi të gjitha kërcënimi që ato përbëjnë ndaj vet NATO-s, Trumpi nuk po jep shenja tërheqjeje. Ai ka vazhduar të pretendojë se SBA-si nevojitet Groenlanda e pasur me minerale dhe akuzon Danimarkën se nuk po bën mjaftueshëm për të garantuar sigurinë e saj përballë rivalëve të SBA-s, Rusisë dhe Kinës.
Presidenti amerikan një ditë më parë la të kuptohej gjithashtu se vënë në pikpyetje rolin kyç të shtetit të tij në NATO për shkak të Groenlandës, duke shtuar se Washingtoni është në bisedime me Aleancën Ushtarake Perëndimore për këtë çështje. Është publikuar lista me emrat e anëtarëve të bordit për Gazën, në të cilën janë Marco Rubio, Tony Blair, ministri i jashtëm turk, dhe ëndri Trump, Kushner, si dhe biznesmen, miliarder dhe ushtarak. Tashmë është publike përbërja e Komitetit Ndërkombëtar që do të marrë në dorë administrimin e Gazës, një strukturë kjo e krijuar pas nismës së presidentit amerikan Donald Trump. Në krye të mekanizmit do të jetë Ali Shaath, i cili do të udhëheqë një ekip të përbërë nga 15 anëtar, secili ngarkuar me sektor kyç si financat, arsimi, infrastruktura dhe shërbimet publike, sipas Reuters. Paralelisht me këtë strukturë, Shtëpia e Bardhë ka njoftuar ngritjen e një bordi këshillimor ndërkombëtar që do të bashkëpunojë ngushtë me Komitetin për Gazën. Në këtë organizëm përfshihen figura të njohura të diplomacisë dhe politikës globale, mes tyre ministri i jashtëm turk Hakan Fidan, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, ish kryeministri britanik Tony Blair, si dhe të dërguarit e posaçëm të Trumpit Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Në aspektin e sigurisë, Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se general-majori Jasper Jeffers, komandanti i operacioneve speciale të ushtrisë amerikane, do të drejtojë forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza. Krijimi i kësaj force u autorizua nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s e miratuar në mesin e muajit nëntor. Vendosja e këtyre strukturave shënon fillimin zyrtar të fazës së dytë të armëpushimit në Gaza, e cila synon ngritjen e një administrate civile pa përfshirjen e Hamasit. Faza e parë e marrëveshjes zgjati 3 muaj, periudhë kjo gjatë së cilës Izraeli u akuzua për shkelje të përsëritura të armëpushimit që sollën vdekjen e qindra civilëve palestinez. Ndërkohë Gaza ka 10 milion ton inerte dhe gërmadha që duhet të largohen, ndërsa për rindërtimi nevojiten $50 miliard dhe procesi do të zgjasë deri në vitin 2040. 68 milion ton rënoja mbulojnë rripin e Gazës sot, mbi 2 vjet nga shpërthimi i konfliktit me Izraelin, që u nxit prej sulmit brutal të Hamasit 7 tetorin e vitit 2023. Nga ofensiva akmarrëse e shtetit hebre, llogaritet të jenë dëmtuar apo shkatruar rreth 2/3 e të gjitha shtëpive në enklav. Në qytetin e Gazës dhe në Rafah, shifra është akoma më e lartë. Administrata e re e përkohshme për rripin e Gazës zhvilloi në Kairo të Egjiptit takimin e saj të parë. Kreu i komitetit Ali Shaath tha se palestinezët mezi e prisnin themelimin e këtij organizmi dhe fillimin e punës së tij. Territori është qeverisur prej gati 2 dekadash nga grupi militant islamik i Hamasit, por kjo gjë tani ka ndryshuar. Vetë grupi islamik dhe autoriteti autonom palestinez ranë dakord 3 ditë më parë mbi përbërjen e komitetit teknokratik me 15 anëtar që të gjithë palestinez. Në një intervistë për median shtetërore egjiptiane, Shaathi u shpreh se dëshiron të përqendrohet së pari tek rindërtimi i infrastrukturës dhe ekonomisë. Sipas tij, kjo mund të zgjas rreth 3 vjet, ndërsa theksi do të vendoset në mënyrë të veçantë te ndërtimi i banesave të reja. Shumë persona të zhvendosur në Gaza ende jetojnë nëpër çadra. Tani po diskutohen edhe mënyrat e pastrimit të inerteve. Deklarata e Shaathit se mbetjet e rënojave mund të hidhen me buldozer në det u prit me skepticizëm si në Gaza ashtu edhe në Izrael. Një problem të veçantë e përbëjnë dhe municionet e pashpërthyera, pasi vështirësojnë përpjekjet për pastrim. Organizata e Kombeve të Bashkuara i vlerëson kostot e rindërtimit në rreth $50 miliard. Regjistrimi vjetor i shpendëve në liçenin e Prespës tregon për një shtim të disa llojeve të shpendëve si pasojë e gjendjes së mirë të ekosistemit. Në Parkun Kombëtar të Prespës ka nisur censusi vjetor i shpendëve ujor dimërues, një proces i rëndësishëm monitorimi që realizohet çdo vit për të vlerësuar gjendjen e biodiversitetit në këtë zonë të mbrojtur. Gjatë vrojtimeve të fundit është vënë re prezenca e zhytarakut të madh, një specie rrallë për liçenin e Prespës, si dhe prania e mjelmës që tregon aktivitet të mirë të ekosistemit. Gjithashtu bajsa ka shfaqur një prani më të madhe këtë dimër, për shkak të temperaturave gati optimale që kanë favorizuar qëndrimin e saj në zonë. Duke pasur të dhëna shumë vjeçare, ne mund të arrijmë të përcaktojmë se nëse ka ndryshim rënje apo rritje të numrit të individëve, dhe nëse ka ndryshim mund të përcaktojmë edhe shkaqet që çojnë në këto ndryshime. Ekspertët nënvizojnë rëndësinë e këtij censusi për të ndjekur trendet e popullatave, për të identifikuar specie të rralla dhe për të marrë masa për mbrojtjen e habitatit natyror.
i cili mbetet një nga më të rëndësishmit në vend për shpendët ujor dimërues. Ndryshimet klimatike kanë bërë që edhe niveli i qenit që të bjerë, të ulet niveli i qenit, edhe si përjedhoj edhe habitatet kallamishtet, sidomos kanë dalë në tokë të thatë. Kështu që nuk shfrytëzohet edhe nuk është më një habitat për shpendët që fëlezojnë ose për shpendët që jetojnë në këto habitate. Censusi do të vijojë nesër në Pogradec, ndërsa vrojtimet shtrihen në liçenet, ligatinat dhe habitatet e tjera të shpendëve dimërues në të gjithë vendin. Dhe ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.